Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse pini 2 filxhan kafe çdo ditë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Në natyrë, kafeina është një substancë e prodhuar nga bima e kafes si një mekanizëm mbrojtës. Ajo funksionon si një pesticid natyror duke mbrojtur kundër insekteve dhe mund të pengojë gjithashtu edhe rritjen e bimëve me këto shqetësime. Tregoni të arsyeshëm edhe me atë që zgjidhni në dietën tuaj. Gjithashtu, kafeja është një pjesë e pandashme e shumë mëngjeseve të shëndetshme dhe përfshirja e saj në dietën tuaj mund të ofrojë edhe benefite, por mund të ketë edhe përfitime të mëdha tek njerëzit. Konsumi i rregullt i kafes dhe kafeinës në sa të moderuar mund të ketë efekte mbrojtëse kundër zhvillimit të sëmundjeve kardiometabolike duke përfshirë diabetin e tipit 2, sëmundjet koronare të zemrës dhe goditje në tru siç është ishemia, sipas një studimi të botuar në Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Në veçanti, konsumi i moderuar i kafes lidhet me një rrezik më të ulët të shfaqjes së problemeve kardiometabolike. Studiuesit vunë re se, krahasuar me jo konsumatorët ose konsumatorët e më pak se 100 mg kafeinë në ditë, konsumatorët e një sasie të moderuar të kafes ose kafeinës kishin 48.1% ose 40.7% të reduktuar të zhvillimit për shfaqjen të multimorbiditit të kardiometabolitit. Ato arritën në këtë përfundime bazuar në të dhënat nga Biobank në Mbretërinë e Bashkuar, një studim i madh gjatësor me 500.000 pjesëmarrës të moshave nga 37 deri në 73 vjeç. Konsumi i rregullt i kafes dhe i moderuar i saj ka efekte të rëndësishme në mbrojtjen dhe zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare, si diabeti tipi 2, sëmundjet ishemike të zemrës dhe goditje cerebrale, citon Roberto Pedriti, profesor i asociuar i sëmundjeve kardiovaskulare në Universitetin e Milanos, Bioka, si dhe drejtori i departamentit të IRCS në San Giovanni, Milano. Kafeja, ashtu si dhe çaji, janë konsumuar që prej kohëve të lashta, por ato mund të ofrojnë gjithashtu shumë përfitime për organizmin tuaj nëse pihen me moderim dhe gjithashtu nëse trupi juaj i toleron edhe konsumet e tyre. Kafeja është një pije mjaft e njohur në të gjithë globin dhe mund t'i ofrojë trupit tuaj një sër elementësh pozitiv. Pa niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu është mjaft e shëndetshme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak të sëmuren nga probleme të rënda. Në këtë video do të paraqesim disa nga arsyet kryesore sipas Healthline dhe përfitimet që i jep trupit tuaj konsumi i kafes. Ajo mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju mbajë gjithashtu më shumë zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit tuaj, çka shkakton gjithashtu edhe një efekt mbrojtës të organizmit, ndaj efekteve stimuluese. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksionit të trurit. Ajo mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e djamit. Disa studime zbulojnë se kafeja mund të rrisë djegjen e djamit dhe gjithashtu të rrisë metabolizmin tuaj. Ajo mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Ajo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja mbron disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë riboflavinën, acidin pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Element këto aktiv shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që kafen ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme, duke ditur kështu edhe efektet pozitive të saj. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të cilat ndikojnë në rritjen e metabolizmit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mund të ulë rrezikun për të prekur nga diabeti tipi 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën, citon Healthline. Ajo mund të mbrojë edhe nga sëmundja e Alzheimerit dhe nga problemet e demantinës, duke ndikuar kështu në shfaqjen e komplikacioneve njohëse. Personat që pinë kafe
Ka një rrezik më të ulët për të prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demencës në të gjithë botën. Mund të ulë rrezikun për të prekur nga Parkinsoni. Personat që pinë kafe kanë deri në 60% më pak rrezik për të vuajtur gjithashtu edhe nga shenjat e Parkinsonit. Çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Ajo mund t'ju mbrojë shëndetin e mëlçisë së suaj. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët të cerozës, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje, të cilat prekin vazhdimisht mëlçinë. Ulë rrezikun e depresionit dhe ju bën të ndjeni më të lumtur. Kafeja, duke se ulë rrezikun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike humbjen e jetës. Mund të ulë rrezikun nga disa lloje të problemeve që shkaktohen nga radikalet e lira. Problemet të mëlçisë dhe ai kolorektal janë në shfaqje e 3 dhe 4 kryesore e humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një rrezik më të ulët që të preken nga këto komplikacione. Ato nuk shkaktojnë probleme të zemrës dhe mund të ulin rrezikun e goditjeve në tru nëse e pini gjithmonë brenda normave, citon Healthline. Kafeja mund të shkaktojë rritje të buta të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një rrezik në rritje të sëmundjeve në zemër dhe kanë një rrezik më të ulët të goditjeve në tru. Mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë se sa të tjerët dhe kanë një rrezik më të ulët të humbjes së jetës në mënyrë të pakontrollueshme dhe gjithashtu në shfaqjen e këtyre shqetësimeve. Kafeja është një burim i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur kryesisht kështu me antioksidant të fuqishëm që shumë njerëz mund të marrin edhe për të përmirësuar shëndetin e tyre. Përfshirja e kafes në dietën tuaj gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Gjithçka që duhet të dini është se asnjëherë nuk duhet ta pini me stomakun bosh dhe gjithmonë duhet ta konsumoni atë pasi të keni ngrënë diçka. Dhe në mbrëmje, të paktën kafeja nuk duhet të pihet 6 orë para gjumit. Kafeja është pjesë e dietës së shumë njerëzve. Health.com ju sjell edhe disa të mira shëndetësore që do të përfitoni nga konsumi i moderuar i saj, që do të ndikojë gjithashtu me sjellje të mira përpara ndalimin e komplikacioneve. Ajo përmban antioksidant. Kafeja është një numër i mirë i antioksidantëve në dietën amerikane. Mund t'ju mbrojë gjithashtu kundër diabetit. Ata të cilët konsumojnë kafe mund të rrezikohen më pak nga diabeti tipi 2. Është e lidhur me jetëgjatësinë. Konsumi i kafes është i lidhur me jetëgjatësinë në dietën amerikane dhe gjithashtu mund të sjellë edhe një sër benefitesh të mira. Mund t'i mbrojë qelizat tuaja të trurit, duke siguruar kështu mbrojtje efektive në parandalimin kundër këtyre komplikacioneve. Konsumi i rregullt i kafes mundet të ulë rrezikun e Parkinsonit dhe të ndikojë pozitivisht edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ndaj siguroni të pasuroni dietën me këtë produkt të veçantë. Ajo mund të nxjisë edhe një performancë më të mirë të ushtrimeve, duke siguruar kështu një mbrojtje efektive në parandalimin e uljes së ritmeve tuaja. Gjithashtu, kafeja mund të rrisë performancën tuaj dietike. Ajo mund të mbrojë edhe shëndetin e mëlçisë. Konsumi i kafes mund të ulë rrezikun e enzimave të çrregullimeve tuaja të mëlçisë dhe gjithashtu të përmirësojë performancën e saj. Kafeja mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimit të akneve. A i dini se antioksidantët stimulues dhe acidet klorigjenike që gjendet e kafe janë të lidhura me përmirësimin e cilësisë së lëkurës. Bërja e një pastrimi të fytyrës me kafe mund të ndihmojë në zhbllokimin e poreve që janë të acaruara, duke çuar kështu edhe në inflamacion. Ajo zvogëlon edhe rrafët e zinj poshtë syve, duke siguruar kështu një mbrojtje më efektive për trupin tuaj. Kafeja mund të konsumohet gjithmonë me moderim. 2 deri në 3 filxhan në ditë janë në doza optimale, dhe asnjëherë me stomakun bosh dhe asnjëherë përpara se të flini, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në dëmet që mund t'i ndodhin trupit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.